17 kilometra, 27 metra të gjëra, ndërtohen me 27 milion euro, me 1,6 milion euro kilometri, kurse këtu ndërtohet me 17 milion euro kilometri. Çfarë dëshmish kërkon ky që përpiqet të fshet çdo gjë para jush? Që flet nga mëngjesi deri në darkë, si me qenë në Jerëm, flet për çart, jo kneta, jo zhapit, jo hardhucat, dhe me një fjalor mizerabel, çryk, autik, budalla, i divorcuar, këto janë tokë fjalë shiti. Këto janë premtimet e tij. Kjo është llogaridhënia e tij para jush, para qytetarëve shqiptar. Por miq, e ka ndjer fundin. E ka ndjer fundin. E ka ndjer fundin. E ka ndjer fundin. Ka 2 muaj që nuk guxon të takoj një gazetar, jo ma qytetar, po gazetar, një gazetar, sepse nuk përgjigjet dot për asnjë nga aferat e tij të mëdha. Ka 2 muaj që ka ndaluar me urdhër kandidatët e tij të ballafaqohen me kandidatët tanë, sepse nuk don që ju të mirë vesh të vërtetat, sepse e din që ata s'dalin dot, se kur dalin nga studio, do dalin me fytyrë të nxirr nga aferat e Edi Rams dhe qeveritarëve të tjerë. Ndaj dhe e kam ftuar, prapë tu e ftoj, të vim ja në këtë skenë dhe të bëjmë debat para jush. Ti marr të gjithë socialistët e lagjës t'i sjelli këtu. Unë i pranoj, i respektoj ata, po ai s'ka besim as te socialistët. S'ka besim, se kësaj herë e kuptuan dhe ata, nuk ka programaj. Programi ti është këneta, është tallavaja, është banaliteti, është mashtrimi. Miqtë e mi, programi i Partisë Demokratike dhe Aleancë për Shqipërinë Madhështore është programi i zhdukjes së varfrisë së skajme brenda 100 ditëve. Çdo shqiptar, çfarë do qoftë ai, çdo lloj pensioni që të ketë ai, gjysmë, çerek, çdo i pa punë, çdo person në ndihmë ekonomike, çdo student me bursë, çdo fëmijë me një prind do kenë minimum jetik 200 euro. Rroga minimale në Shqipëri rritet në 500 euro. Qeveria do jap qytetarëve rrogult dhe me pensione kartën e konsumatorit. Ata do i marrin ushqimet 20% më lirë se sa të tjerët. Ju garantoj se përgjigje emergjente do të marrë situata katastrofale e shëndetësisë në këtë vend. Qytetarë dhe qytetare, vetë Instituti Statistikës informoi se shqiptarët në një vit
paguajnë nga xhepi për kujdes shtetësor 820 milion. Do më falni, e di sa është fatura e bukës një vjeçare e bukës në Shqipëri është 220 milion euro. Fatura për kujdesin shtetësor të shqiptarëve është 820 milion euro. Të dyja janë dhëna zyrtare. 4 herë më shumë. Po pse kjo? Sepse mafia ka pushtuar thellë sistemin shtetësor. Sepse qeveritarët, drejtor kryesor të tyre, përvetsojnë vjedhin taksat tuaja, me të cilat duhet blihen ilaçet, duhet blihen aparaturat, dhe më keq, aparaturat lihen të prishura. Lihen të prishura, në mënyrë që ju të shkoni tek privati. Ose mos i bëni dot. Me partneritetet e tyre të korruptuara. Analiza në publik, qytetarët mund bëjnë vetëm 20 ditë e para të muajit. 10 ditë tjetër, as një analizë, as në spital, as shërbim ambulator, të gjithë sektorin privat. Miq, nuk ekziston kun një sistem kaq i pamëshirë, kaq i papërgjegjshëm. Ju e ndëgjuat Edi Ramën 3 muaj më parë. U detyrua të pranoj se në spitalin onkologjik ishin kryer krime kundër njerëzimit. Po, sepse të smurëve nuk u janë dhanë ilaçet për të mjekuar smundjen. Ose u janë dhanë ilaçe të cilat nuk kanë efekt dhe janë dhanë për t'i mashtruar. Tani, ky njeri që deklaroi para 3 muajsh se në spital onkologjik janë kryer krime, mori do të thoni ju ndonjë mas? Përsëriti si papagall denuncimin ton dhe s'mori asnjë mas, sepse nuk ka shpirt. Nuk ka shpirt. Ai për atë njerëzit janë për të përçmuar. Janë për të poshtruar. Po ka poshtrim më të madh. Kryeministër, ke një buxhet përpara për ta ndarë 8 miliard. Dhe kur vjen puna, deklaron se për pensionistët ke lanë gjithsejt 16 milion euro. Dhe kur ne i themi si opozitë se kjo është hatas, si mundet? O thot, po të bëjmë ato që thoni ju, bjem në gremin. Jo, nuk bjem në gremin. Po ai vjedh pensionet, më miqtë e mi. Se me ato pensione i kalon para tek rrugë të cilat i ndërtojnë me një çmim të 10 fisht krahasuar me çmimin evropian. I përdor për luks, për udhëtime, ndaj dhe nuk rriten pensionet. Kështu që miqtë e mi, unë firmosa këtu para jush i kontrat me ju. E tha, shumë bukur zoti Marku, që unë fjalën time e mbaj. Edhe nuk del kush, nuk thot do të njëri që unë nuk kam bajt ndonjëherë fjalën, por jam këtu për të zotuar para jush se në mënyrë absolute asnjë banesë e juaja nuk do të preket dhe se do të ketë legalizim të plot, total dhe pastaj urbanizim.
legalizim, pastaj urbanizim. Po. Ky është parimi që ndjekim ne. Ndaj dhe edhe atyre të cilët ja u kanë prish, nuk harrojnë betejat tuaja për shtëpitë tuaja. Nuk i harrojnë ndonjëherë. Edhe ata do të dëmshpërblehen sipas këtij parimi. Po. E ndëgjua dje, paqja fiskale. Çfarë është paqja e tij fiskale? Paqja e tij fiskale është amnistia, është parajsa për botën e krimit, është ndëshkim për ju qytetarë të dashur. Ja u shpjegoj unë se si është puna. Ky 2 vite më parë filloi reklamoj më të madhe amnistin fiskale, ku nuk kishte asnjë syrim tjetër, veç se të sillte paratë e drogës, të klaneve mafioze, të vinë në Shqipëri. Dhe të ndërtoheshin kulla siç po ndërtohen, të investoheshin. Natyrisht, Bashkimi Evropian e diktoi këtë. Çfarë ishte kjo? Kjo ishte një inkurajim i tmerrshëm i krimit. Në këtë mënyrë i thuaj krimit, bëjti para me krim atje dhe hajde dhe investoj në Tiranë, në Shqipëri. Në sallën e gjyqit në Belgjik, trafikanti deklaroi, sipas televizionit belg, se vetë kryeministri më kishte premtuar që do mund të investoj aparat në Shqipëri. Tani thot paqë fiskale. Ai vetë është në paqë dhe në bashkëpunim të ngushtë me to. Por unë i garantoj ata atje ku janë, se asnjë qindark, asnjë dollar, asnjë euro nuk do mund të sjellin në Shqipëri. Jo. Sepse çfarë ndodhi këtu me këtë? Çfarë ndodhi me këtë? Nuk ka vend në Europë në të cilin monedha e vendit të ketë rrëzuar për dhe euron. Euro, për shkak të narko-eurove, ka humbur 35% të vlerës. Po dish do të thotë kjo miq? Qindra mijëra vëllezër motra, bashkëshorte, bija, tuajat, humbën vendet e punë në ndërmarrjet e eksportit. Falimentojnë. Sa ato, çdo transakcione kanë në euro. Dhe rënja 35% e euros faktikisht ja u asgjësoi fitimin dhe i detyroi të kyçin sipërmarrjet, të dalin nga puna 10 mijëra punëtorë shqiptarë dhe tikën në emigracion. Merr fund kjo. Asnjë legalizim, asnjë paqë me ta nuk ka. Me bandat kriminale ka vetëm ligj dhe vetëm ligj. Po, gjoba do jo falim ju o qytetarë të ndershëm, ju që keni përjetuar brutalitetin, arrogancën e inspektoriateve, e zyrtarëve, e ministrave të tij. Çdo gjobë që është vendosur mbi ju me datën 12 maj bëhet zero. Zero. Ju garantoj se nuk shiko çfarë bëjnë. Këta u marrin ju kamat vonesat e 25 viteve më parë. Këta s'kan ligj as moral, po ato u falen, ato u shlyen në momentin kur keshi kaloi tek Çezi.
Dhe këta vazhdojnë i mbledhën ato për të si, ja u mbaj ju si lak në fyt. Që të gjitha falen. Bizneset do kenë çmimin e energjisë nga 18 në 6 lekë. Familjar nga 9.5 në 7 lekë. Tarifat e ujit do përgjysmohen. Bashkit. A e dini ju që paguani taks në arsimit? Taks antikushtetuese. Hiqet me njëherë. Bashkit nuk do mund të vendosin kur tarifa dhe taksa më shumë se 1% të xhiros biznesit dhe një seri lehtësimesh tjera të bëhen mbi biznesin e vogël. E gjithë betejë jonë miq është ta kthejmë kombin në moshën e rinisë të tij. Kombi në moshën e rinisë nuk kthehet. Me këta të ri që ikin dhe vetëm ikin. Ndaj edhe do bëjmë çdo lloj përpjekje dhe u garantoj të suksesshme që çdo i ri të shkollohet, të punësohet në Shqipëri duke paguar qeveria 1 vit sigurimet shoqërore çdo sipërmarrësi për çdo të ri që punëson. Një grant prej 30.000 eurosh për çdo çati të çifteve të reja.